Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitetin ndalemi ditën e sotme tek zhvillimet e fundit në Kosovë dhe në Serbi, ku është takuar presidenti i Kosovës Vjosa Osmani në Turqi me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Një postim publik pra Osmani e ka cilësuar Erdoganin si një zot fuqishëm miqësisë, por edhe një shtyllë të fortë të mbështetjes për Kosovën. Ndjekim insertin dhe rikthehemi. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani është takuar me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, të cilin e ka cilësuar si zë të fuqishëm të miqësisë dhe shtyllë të fortë të mbështetjes. Osmani përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka thënë se Erdogan ka qenë i pranishëm në çdo etapë të shtetëndërtimit të Kosovës. Ai është një zë i fuqishëm i miqësisë dhe vizionit të përbashkët. Turqia është dhe do të mbetet një partner kyç për paqen, sigurinë dhe zhvillimin rajonal. Marrëdhëniet tona janë më shumë se miqësi. Janë një partneritet i ndërtuar mbi besim, respekt dhe vizion të përbashkët për të ardhmen, ka theksuar presidentja. Osmani me ftesë së presidentit turk Recep Tayyip Erdogan ka udhëtuar për në Turqi, ku po merr pjesë në edicionin e 4 të forumit diplomatik të Antalyas. Osmani pritet të marrë pjesë edhe në një bashkëbisedim mbi temën boshtë të këtij edicioni, e cila fokusohet në rikthimin e diplomacisë. Përveç kësaj, ajo do të zhvillojë takime me udhëheqës të ndryshëm nga vende të ndryshme të botës. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar me këto zhvillimet e tjera kam të ftuar zotin Jeton Alimin. Zoti Alimi, ju përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Alimi, në lidhje me insertin që sapo ndoqëm së bashku, si e vlerësoni ju takimin mes Vjosa Osmani dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në kontekstin për aktual të këtyre zhvillimeve rajonale dhe a ka ndonjë mesazh të qartë për Serbinë, por edhe ndërkombëtarët? Po, ky vizitë ose ky far takimi mes zonës Osmani dhe Erdogan besoj që është i mirë, po unë mendoj që do të ketë ndonjë marrëveshje dhe do të ketë një investim hale më i madh në Republikën Kosovë nga ana e Turqisë dhe të fokusohet në investime milionëshe apo miliarde në Republikën Kosovë, se dim shumë mirë na ka përkrahur shteti Turqisë Kosovën me ndërtimin e xhamive, me spitalet, po nuk mjafton një shtet mik si që Turqia dhe investimet më të mëdha i ka bërë shteti Turqisë në Republikën e Serbisë, atje të thojza një farë miku i mirë i Erdoganit dhe gjithë ato rregullimin e aty fabrikat në Republikën e Serbisë dhe jo në Republikën e Kosovës, unë e shoh si një lloj mangësi apo një lloj koordinimi mes shtetit Kosovës dhe Turqisë, pse me leju ato investime në Republikën e Serbisë dhe jo në Republikën e Kosovës, po o çështje e tyre mes shtetit Turqisë dhe shtetit Serbisë, pse kanë investuar ato, na nuk mund të dim çfarë interesi kanë pas, dhe kjo vizitë besoj është mesazh i qartë edhe për shqiptarët, edhe për Turqinë, se duhet të bashkohen sa më shumë dhe të ketë investime më të mëdha në Republikën e Kosovës dhe nuk mund të ketë ndonjë efekt negativ nga ana në opinion, se dim shumë mirë çfarë raporte ka Kosova me Turqinë, dim shumë mirë Turqia i ka strijuar në kohën e luftës shumë shqiptarë të Kosovës atje dhe shtok të faktit që ka pas edhe familjar të përndjekur nga Kosova për në Turqinë e strijuar atje dhe e dim shumë mirë në pjesën e madhe të ish regjimit të Jugosllavisë kanë ikur me dhunë atëherë që kanë ndjekur Osna apo regjimi i Jugosllavisë dhe janë strijuar atje dhe kanë kriju familje dhe jetojnë ende atje dhe besoj që është një shpresë e mirë që të punohet diçka dhe të kthejnë arkivat e marrura me dhunë gjatë regjimeve të kaluara dhe të kthejnë shtetit të Kosovës dhe edhe gjitha ato toka të patëshmërisë që flitet nga historianët në Kosovë dhe Shqipëri dhe çdo andena, t'ju bëhet dhe të filtrohen mirë dhe t'ju kthejnë gjitha ato patëshmërisë që kanë marrë shqiptarëve me dhunë gjatë regjimeve të mëparshme. E qartë, zoti Alimi, ndërkaq presidenti Osmani foli dhe për një partneritet të ndërtuar pra mbi besim dhe vizion të përbashkët. Pyetja ime është se sa real dhe i shndrueshëm është ky vizion pra mes Kosovës dhe Turqisë? Po tash to vizita që ka buzën Osmani është e mirë, është për të përshëndetur dhe tash sa realizohen ato, se ato marrëveshje mund t'i bojmë në letër, po gjithmonë mbesen veç në letër sa për ekrane para mediumeve dhe besoj që do të ketë edhe konkrete e din fuqinë e presidentës që ka, po besoj edhe Ministria Gjese duhet të koordinohen dhe të shkojnë bashkë me ekip dhe jo të shkojnë të ndama, e dim ajo paknasia zonjës Osmani me gjithë respekte me
kryeministin Kutri tash në detyrë dhe thuj është mandatin në fund edhe i presidentës si kanë metë 7-8 muaj dim shumë mirë që më besoj zonja Osmani s'do të jetë në krye të shtetit të Republikës së Kosovës dhe do vije dikush tjetër dhe besoj unë ma shumë ka qenë vizitë e mirë, po jo diçka me një prapavia, po me do një benefit për Kosovën, po shpresoj të ketë dhe nuk është dashur të shku zonja Osmani vetë, duhet të ketë do ministri, po i dim raportet me qeverinë në detyrë të zotit Kurti dhe Osmani dhe besoj që nuk ka do një efekt pozitiv në një afat shkurt, besoj mas një kohë, një viti apo 2 mund të thejnë ato në benefite në shtetin e Kosovës. E qartë, zoti Limi, tashmë Turqia po shihet gjithnjë më shumë pra si një lojtar i rëndësishëm në Ballkan. Pyetja ime është nëse po merr tashmë Ankaraja pra një rol që më parë ishte dominues nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po dhash zoti, kjo fjalë e otë shkoj në vesh të zotit dhe në vesh të njerëzve të mëdhenj fuqishëm të SBA-ve, dim shumë mirë. Turqia është një aliat i mirë i Shtetit Bashkuar të Amerikës, na jemi fat që jemi mik me SBA-t dhe besoj këtë e din shumë mirë edhe Turqia, besoj që Turqia nuk mund të shtyhet me SBA-t, po derisa rrin afër SBA-t besoj që është mirë edhe për të mirën e Kosovës, edhe Turqia mund të ketë rolin e vet aktiv në këtë Ballkanin